për disa muaj Lunushi ndjehet e lumtur dhe shihet që po merret me kutit e qumeshtit. Ju e imagjinoni se sa e lumtur ndjehet Lunushi kur sheh ushqimin e saj të preferuar si çdo bebe dhe Luna fillon t'i preki kutit dhe të luajë me to. Mami Kiara i ka lënë kutit pranë Lunes pasi kur shikon qumeshtin ajo qetësohet. Me që sonte ka bere vaksinen dhe ka dhimbje çdo gjë të mundshme ja ofron Kiara për arsye t'i tërhiqet vëmendja e të jetë qetë. Ky qumesht është me origjinë nga Anglia dhe është qumshti i markës Kendamil. Ne i urojmë të vogles ta shijojë qumshtin e saj të preferuar. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi i personazh.